Leipzig shpall të pafajshëm shqiptarin që vrau bashkëdhetarin e tij. Gjykata rajonale në Leipzig të Gjermanisë ka shpallur të pafajshëm një shtetas shqiptar 52 vjeçar i akuzuar për vrasjen në tij të një shqiptari tjetër në një ngjarje e ndodhur me 13 korrik të vitit 2024. Sipas vendimit të gjykatës, akti fatal mund të jetë kryer në kushtet e vetmbrotjes, por ka çuar në rrëzimin e akuzës për vrasje dhe lirimin e menjëhershëm të pandeurit. Ngjarja ndodhi rreth mesnatës së 13 korrikut pranë një lokali në Leipzig ku dy shqiptarë u përfshin një konflikt verbal që më pas degeneroi në sherr fizik. Gjatë përplasjes, 52 vjeçari goditi 29 vjeçarin me thikë në zonën e zemrës. Viktima u transportua me urgjencë në spital, por ndroi jetë brenda pasaj nate për shkak të plagëve të marrë. Prokuroria gjermane kishte kërkuar më parë 7 vite burg, ndërsa gjykata urdhëroi jo vetëm lirimin e 52 vjeçarit, por edhe dëmshpërblimin e tij për kohën e kaluar në paraburgim.